Këtu, nga sala e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, dënoi me forcën më të madhe aktin puçist antikushtetues të Ramaduros dhe veglave të tij, peleshit të parlamentit, të cilët në një vendim jashtë çdo lloji ligji dhe kushtetuese bllokojnë kërkesën e prokurorisë speciale për arrestimin e kryehajdutës së vendit Lubi Ballukut, vetëm se aferat e saj janë të pandashme me aferat e Ramaduros. Me këtë akt, Edi Rama fakton para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar se ai është padrinoja, jo vetëm i narkoshtetit, por dhe i sistemit kleptokratik që ka vendosur në Shqipëri. Me këtë akt, ai u thot shqiptarëve se ne u kemi vjedhur dhe vazhdojmë do t'u vjedhim. Por ky vendim është një kushtrim i madh për qytetarët shqiptar, revoltën, zemrimin e tyre, të ngrihen revoltë dhe zemrim për të larguar një minutë më parë këtë organizatë kriminale të kryesuar nga Edi Rama nga pushteti. Shqiptarët në këtë betejë kanë me vete, kanë mbështetje, kanë aleat të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe mbar qytetarët e lirë në Europë dhe në botë, të cilët shohin tashmë qartë tek narkodiktatori i Tiranës një kopje siameze të Noriegës apo Maduros së Venezuelës.